Adrues të basketbollit ju përshëndes direkt nga palestra Mizajrisma në Ravec, ku do t'jemi me duelin ndërmjet Ravecit 0-29 dhe Trepçës në njërën anë, skuadra e Trepçës që vjen pas dy fitoreve radhaze nga ndaj skuadrës pra të Borës dhe paraqitjeve fantastike të nxehtarëve, ndërsa në anën tjetër skuadra e Ravecit vjen në këtë përballje pas disfatës që e pësoj nga skuadra e vllaznimit. Po e shohim edhe çiftet e kësaj gjëre, pra gjërës të 13 si ka Prishtina vllaznimi, ndeshja kjo e cila zhvillohet poshtë në të njëjtën kohë, vjen direkt nga palestra Sezai Suroi në Prizren. Dueli i sotëm tjetër për Ravecit 0-29 Trepça, ndërsa nesër do të takohen Go+PA dhe Bashkimi Si dhe këtë gjiro do ta mbyll dueli ndërmjet Borës dhe Golden Eagle Yllit. Një gjiro që pritet të jetë mjaft interesante, ndërsa tashmë shohim pas dy fitoreve të kësaj jave Trepça e ka rëmbyer edhe pozitën e parë në renditjen tabelare. Skuadra e Trepçës e cila mbrëm edhe u shpall skuadra më e mirë e vitit 2025, tashmë kthehet edhe në krye të tabelës. Me të vërtetë në duelet e fundit Mitrovica City ishën ata të cilët patën paraqitje fantastike, jo vetëm që arritën fitore, por edhe në parket i pam duke shfaqur lojra mjaft të mira. Pa unë për më tepër kohë ju njoftoj edhe me formacionet e të dyja skuadrave, po shohim skuadrën e Ravecit, Johnson Pullian, Peci Berisha, Omi Pik, Durguti, Ejupi, Rushe Ujkani, Haxhi Murati, Peti dhe Bardh Rexha. Pra në këtë ndeshje tek skuadra e Ravecit mungon Fisnik Rugova, i cili pas një lëndimi që e ka pësuar në ndeshjen e fundit nuk ka arritur të rikuperohet. Në anën tjetër, trajneri Adis Beqirakish luan me këtë përpërje Goashi Pejn, Arsan Agic, Henry Tuna, Slanit Mushi, Qajrizi, Jones, Amzil Kapiti dhe Hesbrook do të paraqiten pra me formacion të plotë sonte Mitrovicasit në krye të skuadrës Ravecit. Nësa të shohim edhe treshën e gjyqtarëve, Blagbashi, Kjera dhe Loja do të janë ata të cilët do e udhëheqin këtë përballje, ndërsa e thash në krye të skuadrës Ravecit është Buja Loci, i cili pra gjithashtu mbrëm u shpall edhe trajneri i vitit 2025, pasi që ishte pikërisht ai në krye të Grapelandit, skuadër e cila kjo u inkuadrua në Super League, ndërsa pati paraqitje mjaft të mirë edhe në udhëheqjen e reprezentacionit të Kosovës, pra përfaqësuesës të cilët e shënuan fitoren ndaj skuadrës, ndaj kombëtarës të Shqipërisë. Në anën tjetër e pam edhe Adis Beqiragicin, i cili tashmë ka marrë kontrollin në skuadrës së tij dhe
pikërisht në momentet e duara po e shohim një Trepçë cila është shumë më e pjekur dhe shumë më mirë janë organizuar, sidomos edhe me ardhjen e dy lojtarëve Henry dhe Hesbrook, pikërisht kanë qenë ata të cilët i kanë munguar Mitrovicasve. Gjithçka gati tashmë për të startuar në këtë ndeshje, pesha startuese e Rauzëvecit 0-29 do t'jetë shohim Pullion Durguti, Shepeti dhe Regja pra në vend të Fisnik Rrugovës, shohim në peshën startuese të riu Nadis Durguti, i cili ka shfrytzuar mjaft mirë minuta që ja ka besuar trajneri Bujar Loci. Në anën tjetër tek Trepça startojnë Payne Henry, Mushis Jones dhe Mustafa Amzil. Pra, në të njëjtën kohë, thash, do të zhvillohet edhe dueli ndërmjet Sigal Prishtinës dhe vllaznimit dhe për shkak të pamundësisë së zhvillimit në Prishtinë, skuadrat me marrëveshje rritën që të vendosin pra që të luhet e ndeshjen në Sezai Suroi në Prizren. Tashmë po i shohim edhe peshe startuese të cilat po dalin në fush për të startuar edhe Gjiron e 13, Gjiro kjo e cila pritet të jetë e fundit për këtë vit, edhe pse ishin të parapara të zhvillohen ndeshjet e kupës në mesjavë, si edhe Gjiroja e radhës është në pikpyetje, pasi që e dim jemi pranë zgjedhjeve dhe palestrat me gjas do të jenë ato të cilat do të shfrytëzohen në fakt nga KQZ-ja, kështu që mbetet në pikpyetje zhvillimi i këtyre dueleve në vazhdim, por do t'ju njoftojmë gjithsesi në ditët në vazhdim. Tashmë starton edhe ndeshja, topi parë do t'jetë në duart e Mikajlit Mushiqit, i cili normalisht nuk mungoj mbrëm në top 5 e këtij viti, si edhe u shpall i preferuari i publikut Henry tek Jones. Mushiq gjen ndërtimin deri në fund, shkan realizon Mikajlit Mushiq, i qëllon pikët e para të skuadrës së Trepçës. Lojë fantastike ka shfaqur Raveci ndaj Go+5-s. Dy gjirosh para se të pëson atë disfatën ndaj vllaznimit. Do shohim ma do të arrin të përsërisin atë lloj paraqitje. Topi humbur i Trepçës, pasimi fort i Mikajlit Mushiq. Gjekovi Payne, cili t'i kërkojnë edhe falje, mundësi për skuadrën Ravecit që t'i qëllon edhe pikët e para, edhe Julian Roche humba top. Dalet Gjekovi Payne në topin të Amzil, që shkon deri në fund, qëllon Mustafa Amzil. Durguti tek Pullion. Lojë me këmbë. Tjetër top i humbur nga Pullion. Amzil. Edhe një tjetër moment i pavëmendshëm tani në anën e skuadrës së Trepçës, në të dy anët gabime të shumta në këto minutat e para. Shohim personalin e Henryt. Pullion. Durguti me njerë dhe gjuan për 3.
është i sakt, topi në duart e Mikajlit Mushic. Gjekovi Payne zgjedh se Radi shkon vetë deri në fund për të e vazhduar serinë e skuadrës së Trepçës në 6-0. Po kalojnë tashmë 2 minutat e para të kësaj përballjeje. Pullian. Tjetër mbrojtje e mirë kësaj radhe. Sean Jonesit. Payne. Faul nga Bardh Rexha. Gjekovi Payne. Henry. Jones. Që nga gjysmë distanca realizon Sean Jones. Seri prej 8-0 e skuadrës së Trepçës që e detyron trajnerin Buja Loci të kërkon time-out. Nuk po funksionojnë gjërat në këto minutat e para tek skuadra e Raovesit, të cilët i kanë tashmë 3 topa të humbur dhe edhe më tej asnjë pikë nuk e kanë realizuar. I kthehemi pas këtij time-outi. Kthehemi nga time-outi kërkuar nga trajneri Buja Loci, teksa po e shohim skuadrën e Trepçës që po bën presion në gjithë fushën. Që nga minutat e para kërkon trajneri Adis Beqiragi që të krijon shkëputje në rezultat. Rexha. Dhe në fund shkon kapiteni, i cili realizon për pikët e para të skuadrës vendase. Gjekovi Payne. Sean Jones. Mushic tek Payne. Jones. Nuk është i saktë kësaj radhe nga gjysmë distanca. Faul i Jones. Albin Berisha. Edhe të i topi tek Berisha kanë Rexhen që nuk ka zgjidhje tjetër post të gjuan për 3, nuk qëllon. Teksa faulli shkaktuar nga Albin Berisha nuk e lejon kundër sulmin në skuadrës Mitrovicase. Mushic tek Payne. Henry. Bukur e shati në kosh Sean Jonesin, i cili është i sakt. Qëllon pikën e tij të 4 për 12. Ku e ruan e vërsinë maksimale të krijuar deri në këto momente skuadra e Trepçës. Që mirë e Mikajlit Mushic, gjithsesi i vëmendshëm Bardh Rexha arrin të mban pronësinë e topit për skuadrën e tij. Kapiteni i vëreshtarëve Albin Berisha është ai i cili do ta rikthen topin në lojë. Pullian Gjuan për 3, nuk qëllon. Roshin në vend në dur edhe njerë për të vazhduar aksionin në skuadrës. Pullian
Gjendje bërtimin blokohet pastër nga Mustafa Amzil. Henry Tmushic, vizja mashtruese e tij, kanë bashkëtarët e gjenë Henryn. Faul në sulm nga Amzil. E shtyu Albin Berishën. Edhe njerë shohim momentin e blokadës Mustafa Amzilit, cili në anën tjetër pas shkaktoi faul në sulm. Edhe një mbrojtje e mirë Sean Jonesit. Amzil deri në fund është i sakt. Tashmë krijohet edhe ebërësia 2 shifrore e Trepçës për 2-12, kur kanë kaluar 5 minuta, vetëm 2 pikë të realizuara nga skuadra e Rahovecit 0-29. Albin Berisha gjuan për 3 pikë, nuk qëllon. Allah, i Bardregjës i nërvëzuar duket. Eksa zëvendësuar edhe Peti, në anën tjetër ulen edhe Tmushic dhe Amzil. Hasbrook e Drilon Ajrizia në loj. Payne. Hasbrook. Jackory Payne. Ajrizi nuk qëllon nga gjysmë distanca. Albin Berisha tek Bardregja, gjuan për 3 pikë edhe njëherë i sakt. Bardregjat që i ka qëlluar të gjitha pikët e skuadrës së Rahovecit deri më tash, i përgjigjet me njëherë Jackory Payne me trishe për të mbajtur avantazhin prej 10 pikëve Mitrovicasit. Berisha tek Regja. Janë Rëshedo gjuan për 3. Ditët e shkurtër gjuajtja e ti. Sean Jonesi do të ullet në vend të ti në lojë. Dardan Kapiti, gjithashtu njëri nga 5 më të mirët e vitit 2025. 3 topa të vjedhur, 6 pikë nga Sean Jones. Vjen treshja tashmë edhe nga Henry për të vazhduar dominimin e Mitrovicasve, që nga sekundat e para po kontrollohet kjo ndeshje. Shohim gjithsesi sonte Rahovecin me 2 mungesa të mëdha. Tash Fisnik Rukova pas lëndimit që ka pësuar në ndeshjen e fundit, por mungon edhe Aizia Umipik. Hasbrook bukur tek Dardan Kapiti, i cili nuk ja qën huq këtë pasim dhe i realizon edhe ai pikët e para për 5-20. Jackory Payne ka shkaktuar faul. Do t'ullet për të pushuar Payne. Arslan Agic është në loj edhe për të minutat e para. Pullian. Bukur tek Roshe, vënohet për të kthyer në mbrojtje aty. Dardan Kapiti, vin pikët e para të Julian Roshe. 7-20. Kapiti. Hasbrook tek Arslan Agic. Henry. Sajrade nuk është i sakt. Në luarti në kërcim Roshe.
Pullian. Për 3. Asera dhe nuk qëllën. Teksa ka shkaktuar faul, Dardan ka pyti që ngritorën me njëherë. Nuk i pëlqen kjo gjë trajnerit Adis Beqiragic. Tjetër zëvendësim i tij. Mikajlit Mushic kthehet, Henry ullet për të pushuar. Sa Julian Roche është në vjen e gjuajtjes së lirë. Tashmë në bonus është skuadra e Tripçës. Nuk qëllon në tentimin e parë. Sakt Roche. 2 minuta deri në përfundim të çerekut të parë. 8-20 është rezultati. Lizje bukur e Arslan Agi që gjenë të lirë Drilon Ajrizin, i cili qëllon për 3, edhe ai tashmë në listën e realizatorëve. Tjetër super lojë ekipore edhe sonte e skuadrës së Tripçës. Tjetër mbrojtje e mirë. Hesbrook të ndajet për treshe, edhe ai qëllon për 3 pikë. Për pas gjithë peshës që kanë qëlluar në tentimi për treshe, në anën tjetër edhe nga Visare Jupi që përgjigjet. Isha duke thënë që për pas gjithë peshës startuese tek skuadra e Tripçës, ku të gjithë janë në listën e realizatorëve, tashmë dhe ata cilët janë futur nga banka rezervë, vetëm Arslan Agic ende s'ka qëlluar. Topi pikërisht në duart e tij bukur, asistant tek Drilon Ajrizi, i cili edhe njëherë është i sakt. Do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë. Do të kemi zëvendësim tek Rahovici. Në lojë është Peci në vend të Pullian. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë Drilon Ajrizi. Tek e Jupi. Ka një treshe që qëlloj para prakisht Visare Jupi, nuk është i sakt në të dytën. E merr aty kërcimin në Albin Berisha, por nuk arriti që të realizon. Hesbrook shkon me Sundus gjatur. Tumi tek Drilon Ajrizi, edhe njëherë është i sakt. Fantastik, Drilon Ajrizi, pika e 9. Në më pak se 4 minuta lojë sa i pati në dispozicion në këtë qerek, teksa nuk qëllon për 3 pika. Albin Berisha përfundon qereku i parë me dominimin absolut të skuadrës së Tripçës, që e nisi furrishëm dishjen lojë fenomenale ekipore, ndërsa e thash edhe prakisht më i dalluari është Drilon Ajrizi me 9 pikë të realizuara, teksa u dallua dhe Sean Jones me 6 pikë, si edhe 3 topa të vjedhur. Rikthehemi pas pak me qerekun e dytë. Ajden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku, ngam ti mu. Banka ProCredit, ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life.
Atëherë rikthehemi me çerekun e dytë. 11:32 Embërsia thellë e Mitrovicasve qysh në start. Peci nuk arriti që të realizon topi hyrje doli. Hasbrook. Hajrizi, Arslanagic, Mikajlet Mushic do gjuan për 3 pik, edhe ai qëllon treshe. Vazhdon Tripqa aty ku e lanë çerekun e parë. 11:35. Vetëm po thellohet Embërsia. Peci tek Ejupi që do gjuan. Edhe njerë për 3 pik nuk ishte i sakt. Ardan Kapiti e kontrolloi ato pavarësisht që nuk pati ekuilibrin. Faul i Visar Ejupit ndaj Trilon Hajrizit. Shojmë edhe njerë personalen e Ejupit që nuk ja lejon të vërtimin Trilon Hajrizit. Teksa ka faul në sulm. Që ishte Mikajlet Mushic, ai që shkaktoi faul në sulm. Albin Berisha, anti Mikajlet Mushic. Tentimi për treshe edhe nga Pecia, saj nuk është i sakt. Arslanagic. Nuk shkon pasimi i tij tek Hajrizi. Sa ka faul ndaj Visar Ejupit. Është Arslanagic ai që shkaktoi personale. Ai do t'ulet kthehet në lojë. Jackery Payne ulet edhe Trilon Hajrizi. Mustafa Amzil është në lojë. Vazhdon diskutimi i Trilon Hajrizit me trajnerin Adis Beqiragic. Pas këtij zëvendësimi më i miri në fush në këto minuta definitivisht është Hajrizi, por e zgjedhi që ta ul Adis Beqiragic. Po shohim me zëvendësime të një pas njëshme në vazhdimsi, po i bën të freskët lojtarët. Adis Beqiragic në maksimum po i shfrytëzon që të gjithë. Iljet Peci ndalet në gjysmë distancë, i cili qëllon pikë të para edhe për të. Jackery Payne tek Sean Jones. Hasbrook nuk qëllon. Peci tek Ejupi. Shkon ai top tek Julian Roche që qëllon. Basimi e si Hasbrook. Teksa në anën tjetër humbin topin edhe vendasit. Amzil e kthen topin tek Jackery Payne. Peci.
realizon Julian Roche. Deri në fundet shkan edhe Jones. Sa vjen tendimin edhe në anë tjetër tashmë për Trishe. Peci nuk ishte i sakt. Jacobi Payne do të dëbërton vetë dyrën në fond të realizon. Ka 7 Payne, i cili ka marrë edhe 3 kërcime tashmë. Tentim për Trishe edhe në anën tjetër nga Johnson nuk arriti të realizon Payne, bukur tek Mustafa Amzil, i cili realizon dalet edhe me faul. Do t'jetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë. Realizon Amzil edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. Do të kthehen në lojë Henry e Hajrizi, ulen Amzil dhe Tmushic. Peci me lëvizje të bukur do gjuajnë për Trishe, se nuk është i sakt. Hajrizi me i larti në kërcim. Hesbrook tenton për 3 pik. Është i sakt kësaj rade. Hesbrook me Trishën e tij të 6. Në fakt me pikën e tij të 6 dhe Trishën e tij të 2. Realizon edhe pikën e 45 të Trepçës, 17-45. Dominim absolut i Mitrovicasve. Peti përfundojnë sekundat e aksionit të skuadrës Rahovecit 0-29. 4 minuta e 15 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Jacobi Payne. Hajrizi. Henry edhe njerë tek Payne. Dhe në aty topin tek Sean Jones. 10 pik të Sean Jonesit, i pari me pik 2 shifrore tek Mitrovicasit. 17-27. Kjo është edhe epërsia më e thellë sonte e skuadrës së Trepçës. Faul i shkaktuar nga Drilon Hajrizi, se i ngri dorën. Të tentoj që në mesin e 2 lojtarëve Pullian të gjenë depërtimin, por ndalet me faul. Mikani nuk qëllon. Jacobi Payne ndalet me faul. Mikani është ai që ka shkaktuar personale.
Hesbrook ullet, kthehet Mushic, që thash edhe më parë. Në vazhdimsi kemi zëvendësimet e lojtarëve tek skuadra e Tripçës. Bllokohet Trilon Ajrizi nga Ujkani gjatë depërtimit të tij. Regja rikthen topin në lojë tek Pullian. Nuk shkojnë pasimi i Bardh Regjës, tjetër top i humbur i vreshtarëve. Ka dhe faul nga kapiteni për të ndalur kundër sulmin e skuadrës. Mysafire tashmë ka krijuar përsi prej 30 pikëve. Tentimi Jackory Payne për trishe. Nuk ishte i sakt. Pullian blokohet nga Sean Jones gjithsesi. Topi duket që ka qenë në rënje sipër, do të pranohen pikët. Fakt e pas ka prekur tabelën Sean Jones. Me që rast pra pranohen pikët. Jones tek Jackory Payne. Nuk qëllon në depërtim, por e merr edhe një topin në mesin e mbrojtjes së skuadrës së Rahovecit. Fantastik Jackory Payne. Qëllon edhe një herë 9 pikë të tij, barazohet me pikë me Trilon Ajrizin. Bardh Regja, Ujkani arrin që të realizon kujtim Ujkani pikët të tij të para për 21-49. Faul ndaj Ajrizit. Qëllon në tentimin e parë. Trilon Ajrizi, cili me lojtari i dytë tek Trepça me pikë dyshifrore, 10 pikë të tij. Njëzet 51, 2 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Trepça fenomenale në këtë përballje që nga minutat e para nuk arrin që ta vjedhë top Mikajlët Mushic, për shohim edhe njerë vazhdan me presion. Sheni presionin gjithë fushën nga Mitrovica, si gjithsesi kemi time-out të kërkuar kur kemi hyrë në 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Rikthehemi pas këtij time-outi. Vazhdon presioni në mbrojtje i Mitrovicasve.
Arrin të gjuan, Peti për 3 pikë realizon. 24-51. Music, Henry. Henry. Sekunda deri në përfundim të sulmit, nuk arrit të realizon. Pullian. Peti. Averti është. Trillion Airizi nuk arriti Peti të qëllon. Eksan Doalet edhe Jackery Payne kthen topin tek Sean Jones. Airizi nuk arriti që të dëvërton deri në fund, teksa kërkojnë që të rishikohet ky rast edhe njerë, gjithsesi e pam reagimin e Dizbeqeraqit që të tha lëre shënë mbrojtje në Mikajlet Mushicit, fenomenal, e detyroj playmakerin Cantrell Pullian që ta humbë edhe një tjetër top, topi 5 i humbur i Pullian, vetëm 2 pikë sonte, 7 pikë nga Julian Roche, më i dalluarit e Gravici. Jackery Payne qëllon edhe nga gjysmë distanca, 11 pikë, 24 me 53. Albin Berisha vjen tentimi për 3. Qëllon Jalen Johnson, pikë të tij të para pas 5 tentimeve. Jackery Payne do të tepërton edhe një herë, ndërsa përfundon pjesa e parë me përsi të thellë të skuadrës së Tripqës, 27 me 55, dominim absolut për fjatë dhe vetë rezultati. Emësia shkoj edhe dhe në plus 30, më të mirë Trillion Airizi me 11 pika, i sa i ka Jackery Payne, e sa Sean Jones i ka shtuar 10 pikë, 3 kërcime e 3 tuva të vjedhur. Shkojnë që të dua shkues me pak marketing për të u rikthyer edhe me pjesën e dytë të kësaj përballje.